sot janë shtuar thirrjet që secilit me ja mundsu me zgjedh gjininë e vet. Çka thënë? Ajo është lindur në gjininë mashkullore apo femërore, por ne e kemi patjetër fëmijës t'ja krijojmë kushtet që ai kur të rritet, ai me vendos çka do me u bë, do me bë djalë apo do me bë vajzë. Kjo, a nuk është një, si me thonë, një dekadencë, një devijim nga rruga e njerëzimit, një rruga njerëzore? Pa diskutim, kjo është një dekadencë edhe është një epidemi shumë e keqe që i kanoset të shoqërisë, po interesant, deri para vitit 1953, atëherë kur është legalizu, do me thonë, shumë shtete e kanë legalizu këtë gjinin e njëjtë edhe homoseksualizmin. Para asaj, do me thonë, është njohur si njerëzit të cilët kanë bo veprime të tilla, kanë qenë homoseksual, ata janë llogarit si njerëz që janë të smur psikikisht edhe psikopata. Do thonë, kështu i kanë trajtu. Ndërsa pastaj disa shtete kanë fillu, do me thonë, ta legalizojnë, e kanë miratu me rezoluta të ndryshme, kanë fillu të shpërndarë në për shtete, edhe ja sot shembull kanë arrit edhe në shtetet tona, po une shumë interesant në Kosovë, kleri fetar ishte shumë mirë që u bashkon gjithë, me mufti, me priftrin, edhe gjithë ishin pro familjes edhe kundër këtij ligjit që më sjell. Kjo është mirë. Do të thonë, secili në këndin e vet duhet që ta lufton këtë për arsye se dënimi i Zotit duhet me u friksu. Ata të cilët e miratojnë, e votojnë, e legalizojnë, le të friksohen nga dënimi i Zotit, le të kthehen pak mbrapa në histori para 5000 vjetëve në kohën e Lutit alayhis salam, se si Zoti i dënoi me çfarë dënimi gurzi nga qielli i shkatroi atë popull i cili do me thonë veproj do me thonë me gjinin të njëjtë. Ashtu si që cekëm edhe në fillim gjatë bisedës, do me thonë, edhe të kafshët nuk akceptohet kjo, e lere më tek njerëzit, edhe traditat tona, sigurisht që duhet flitet, nuk duhet heshtur. Do me thonë, se cilin nga këndi i vet, nga mimberi i vet, ku jepet mundësia duhet folet se kjo është lloj smuje edhe epidemi që i kanoset vendit tonë. Ka mundësi sponsorizohet nga qarqe të ndryshme, që dëshirojnë të shkatrojnë. Po, vërtet duhet ta kemi, sponsorizohet që mirë po, na duhet të kemi, do me thonë, zërin ta ngrem lart, edhe themi se jo, kjo Islami e ndalon rreptësisht, është mëkat, edhe duhet të largohemi, nuk duhet të infektohet shoqëria jonë me këtë smundje. Me i tregu aspektet të dëmshme nga kjo. S'ka dyshim, po. Ishte një rast në Kanada, një vajzë kishte shku te mjeku, kishte thënë unë nuk e ndi vetën se jam gjinia e vërtet. Jo me djalë i burgosur brenda trupit të një vajze. Edhe ka kërkuar për atë, shikoni, shteti e merr përsipër procedurën që është shumë e shtrenjtë. Shkon deri diku €500.000 procedura e ndrimit të gjinisë dhe pastaj i kanë ato terapi deri në fund të jetës që duhet me i marë, për me parandalu ato hormone që i ka pas normalisht, sikur femër apo sikur mashkull. Edhe këto ja aprovojnë atë pa pëlqimin e prindërve. Njëri prindër babai anko, do thotë, si keni mundësi. Çka bën ata? E miratojnë një ligj, sipas të cilit çdo fëmijë në moshën 10 vjeçare ka të drejtë me kërku që të mjekohet me këto barna, deri në moshën e pubertetit, pastaj e cakton çka do me kanë djalë apo do me kanë vajzë. Çka e ceka, pse e ceka këtë? Kur vjen puna për ndonjë operacion të zemrës, kardiokirurgjisë, apo ndonjë operacion tjetër, kërkojnë 1 tonelat dokumentash për me ta aprovu ndihmën. Dhe sa kur vjen kjo çështje, mjafton me fëmijën, fëmija në moshën 10 vjeçare, ku ka mundësi me rezonu, normal. Edhe të regon të një gazetar rastin një gruas që është shëndruar në burr, edhe kallëzon se sa është e penduar. Tha, me siguri se jeta ime ka përfunduar me vetvrasje, që shumica e tyre e përfundojnë jetën me vetvrasje, se nuk i dorojnë dot dhimbje, se ka shumë dhimbje të mëdha, se nuk janë operacione të lehta. E si ti ja jep këtë drejt, që e marrë këtë vendim një fëmijë që është moshën 10 vjeçare pa
Pa i pyet prindërit. Kjo partia e madhe që ka fitoj, që tash në programe ka pas kundër këtyne, është, po Mirë. tash nuk e di, nëse ndryshon, nuk e di, se e ka pas në program dhe thonë Sigurisht, kundër këtyne. Po tash Shiko, presioni ne- dhe tash është problem, se kur ka presione Ç'është? nga qarqe të huaja, që ja u imponojnë, kjo është e problem. Kupton? Mirë, po ne si Shikoni, popull duhet të reagojmë që... Unë s'du me kanë ai çka ndoshta flet ma tepër, desh ma shumë që të flesin për ma bëni halal. Në perëndim, është bo standard. Çdo projekt që është i sponsoruar nga shteti, duhet patjetër me pas një pjesëtar që është i komunitetit LGBTQ. Duhet me pas garaca për kace. Do të thonë me pas, si i thënë ato ma shumë raca të përfshira. Me pas me e anashkalu rolin gjinor. Çka do të thonë me anashkalu rolin gjinor? Nëse një vajzë nuk dëshon të luan rolin e nënës, asoj lejot me lujt në një rol i cili nuk shkon me natyrën e saj. Prindi 1, prindi 2, Po, kjo nuk është... shkon me natyrën e saj, po. Prandaj Allah inshallah ndihmon, Amin, amin. që inshallah ne në mënyrë të arsyeshme me argumentet e arsyes, me argumentet e natyrshmërisë së pastër, me argumentet e vetdijes fetare dhe kombëtare, ta luftojmë këtë dukuri negative dhe të bëhemi zëri i cili të zgjon njerëzit nga ky gaflet i cili ka kaplu, edhe të jemi pjesëmarrës në mbrojtjen e familjes. Se qëllimi është që ne ta mbrojmë këtë familje, sepse duke e mbrojtur familjen, e mbrojmë edhe ekzistencën dhe mbijetesën tonë. Nëse arrihet që të shkatërrohet familja, shoqëria dal nga dal, nëse rënohet themeli, nuk ka mbetë kurrë prej asaj.